Dita. Jace? Dino! Urdhëro! Ja dhe një tjetër. Po! Më shpejt jema. Më shpejt se do të jap nga një stem. Nuk do am stem, ke buk. Buk s'kam, po luani duart. U lodhëm. Hajde. Hajde, nisu. Ec, përpara. Hajde, zgjon! Shpejt, në bord. Zgjon, hajde, zgjon. Amor, mervesh apo jo? Zgjon. Hajde tjetër, shpejt. Zgjon, hajde, zgjon. Zgjon. Hajde, më shpejt. Ço të gjithë. S'ka, hajde. Hajde, zgjon. Shpejt. Amor, shpejt, zgjon Puna që të në zgjon. Amor, ty atje. Hajde, ço. Borë për karabinje. Signor direttore, po vërnojmë shumë. Po vin. Ka në zërë mëngjez. Hajde, me bosh shkoni të gjithë. Hajde, shpejt. Më shpejt. U vënocione kështu zoti drejtor. Hajde, shpejt. Në bosh të gjithë, ata gjumesh, shpejt. O kur ti që më i madh, shpejt, parë. Kontrolloni mirë në ndyra. Hajde ti. Hajde shpejt. Bravo, Dema, bravo! Kujdes mos u shpëtoj gjë. Mëngjezi do ta gjej qytetin të pastër. Hajde, forca Dema, forca. Signor, si! Ma che cosa fa il disgraziato? Ç'ke? Si shkam? Kush të tha ta fshishte? Ti na the. O zot, këta janë idiot! Shpejt sa s'haru komandanti.
Hajde, forca tema, forca. Luani duart, ulojeni mirë të gjitha. Hajde, lëvizni, më shpejt. Edhe ju, lëvizni më shpejt. Hajde, vazhdoni shpejt. Mirëmëngjes, fëmijë. Mirëmëngjes, zoti mësues. Mirëmëngjes, zoti mësues. Po ju? Bëja gjinë të natës. Si? Kemi fshirë parollat në përmore, zoti mësues. Ju? Na ngritë nga gjumi, nuk dinim ku na çonin. Mirëmëngjes, Djema. Bravo, i lumtë. I lumtë, fëmijë. Yes, yes. Lumtë, bravo. Edhe në dishe të mirë një. Dishe, shemë mori se. Ta lecoj. Pastaj. Oreks të mirë, fëmijë. Me ju sot krenohemi jo ne, por gjithë qyteti, gjithë Shqipëria. Ju bët një punë të mirë, një gjest patriotik, sepse i dhatë përgjigje të merituar shpifive të komunistëve. Ju bijtë e këtij populli, fukarejnë të vërtet, ngritë dorën tuaj të bardhë kundër propagandës së tyre të kuqe. Ju lumtë. Popull shqiptar i madh i vogël ndihmoi bijtë e tu në këtë mision të shenjtë për atë dëm. Lajme të brendshme. Gjirokastër. Forcat partizane hapën depon e të vjetave në fshatin Labo dhe u shpërndan shumë armë material. Lajme të jashtme. Thashme. Ama që ta ka gënjër këj drejtori me thes? Mirja e lexuam. Çfarë do të bëjmë? Ne nuk jemi për zëm. Të djegim në një depo. Pse ka la digjen depot? Pastaj kur të le të dalësh, të pyesi. Edhe unë ashtu them. S'kemi kë pyesi. S'kan shakare këto. Pyesu unë Alion. Ja që, po fëmijët i fusin burë? Nuk e di mbas. Ja që, ne tash të i quhemi komunistë? Duhet bëjmë be që Zoti tregojmë njeriu. Çfarë beje të bëjmë? Për shpirt të nënës. Për shpirt të nënës. Ju atje! Shpejt! Viu një rallë!
Parollat i fshit. Po rrobat tuaja nuk I keni pastruar. Si ta lelua sot në mëngjes? Bëja gjinte natës, ha? Apo bëja gjinte kuesturës? E lelo. Edhe kështu shkon zoti mësues. Shkon. Bile më mirë. Pa dëgjoni që thot Naimi. Shokë, kemi në mes tënë shumë armiqe tradhëtor. Po, mos u qoftë të thënë, veç që s'kan gjë në dorë. Hiqni dorë, mblidhni mendet turpëroj, mos u bëj tradhëtor, se pastaj do të pendoj. Ju pëlqeu? Mirë. Fillojmë mësimin se minuta shkojnë. Tu, leggiù. Il popolo italiano Non il popolo, ma il popolo. Ancora una volta? Il popolo italiano. Dio mio, stai o non stai attento? Il popolo italiano, il popolo albanese. Siediti tu con un altro, tu. Si është puna? Ne na morën me paish zoti mësues. E di. Por I zgjon arajnë dhe na lën pa bukë. Nuk e frikseat e në drejtorit këto? Jo. Të lidhim besën. Si thot Naimi, mos u bëj tradhëtor, se pastaj do të pendoj. Vërtet ju detyruan. Por duhet të dini se ajo që keni bërë nuk ishte punë e mirë. Po zoti mësues. Këtë duhet ta kuptojnë të gjithë fëmijët. Mirë? Po zoti mësues. Shkota. Mi nga dalë mëri prapë, mi nga dalë. Mos u bëj tradhëtor se pastaj do të pendosh. Çfarë thua, more? Zoti drejtor. Po. Sot fëmijët ishin të lodhur për gjumë. Janë Hileqar dhe Dembela. Shiko, keni mendjen se do të vënë lojë. Nuk e besoj. Habite me ju që keni rënë dakord për një fund të tillë. Qeveria ka plot mundësi të tjera. Sigurisht që ka. Këtu është fjala për mobilizimin shpirtëror dhe fizik, fëmijëve në luftë kundër ideve turbulluse. Atë që prishën brenda me dorën e tyre do ta kenë më vështirë ta shkruajnë nesër. Pastaj mos harroni se ata han bukën e shtetit. Dhe këtë gjë duhet ta justifikojmë plotësisht. Në fundit, një natë pa gjumë nuk është në gjë e madhe, apo jo? Më falni, po më flasi mësues që duhet bëj detyrë. Kurse unë jam drejtor, edhe kam shumë detyra. Salve. Jaçën? Jaçë. Jaçë!
Bardhin! Ti atje! E që këpucët ti! Kemi thënë futbol të luani pak pucë! Po për tjerë, zoti Stabri! Le t'jesh! Oj, ne e bëm parat këpucët të. Ti te porta! Po i mbasi të më thuash, a? Si ono, zoti Stabri! Apu! Cigare për ekonomatë. Vazhdo, ikni. Në dy gjela. Jore, të gjej kujdestari ashtë të ajo ndrure. është ndaluar. A ne vim shpejt. Jo, se kapin komunistat. Pse ti kapin komunistët? E di drejtori atë punë. Ku gjithë para? Ja va një plak ti. Pa dale? Po të bleni 3 gjela jo le. Mirë. Na, Mary. Nuk dua. Mary, se ka punë të rëndë, je lodhur. Po kjo? E ka sjell drejtori, na mëson këngë italiane. E çmendë mirë ti. Na provoi zërat. Se rrave shpëtova se amroja. Dali çiki jashtë. Ama që bërë? Ama, si e? Elia. Si e? Mirë. Keni dalë në i ditë? 4 zjera thonë. Aha. Kaca ka. Lio, kam pritur, kam një sekret. Pa? Kemi vjedhur një trak. Vjedhur? Aha. Na qonë një natë me karabinjerët të fshinin parollat e komunistëve. Aty e vodën. I fshit? Ata që i kanë shkruar kanë rrezikuar kokën më. Shti bënim në më Lio. Hajde mjaft. Që betrakti? E kemi fshehur. Ne deshëm të bënim ndonjë gjë, por zimi të bënim, prandaj të kam pritur. Mire, shojmë që të bënim. Gja, kush vjen të ky drejtori juaj? Vince italian. Kur, ditën apo natën? Ditën. Natën vjen vetëm një burr. Sa herë që i von drejtorin shkollë vjen ai burri. Si është? Nuk e di, nga larg e kam parë. Shikoj edhe mbaj mend, mirë? Po shtë duhet ju ai burri? Po, më duhet se është burri mirë, prandaj. Mos i thua njeriu. As shok vetë ngushtë? Jo, Po ne nuk do të bëjmë gjë. do bëni. Lexoj jo traktin e tyre shokëve të ngushtë dhe... Ja lexuam. E po mirë atëherë, ato që thot trakti ju thoni edhe të tjerëve. Puna është që të gjitha urrejnë fashizmin. Po tjetër. Bëni këto një. Jace! Do? E ke shok? Aha, është Lelo. Po të japin ndonjëherë liri dalje kalon nga shtëpia. Mirë? Hajde mirë pafshim. Mirë pafsh. Ditën e mirë, Leo. Jo Lelo, ditën e mirë. Prish punë, hajde mirë pafshim. Ti ja the emrin? Aha. Ç'ta pra të punën? Pastaj, na lëpije. Sa vete kanë lëpije? Për shpirtën në nësë vetëm unë. Që këti ta mamë kjo? Komshi po, njësoj si vlla. Kur e ke si vlla, përse të le këtu? S'është puna jote. Shaka bëra dhe ti si nxehesh. Ata kori të vinë me! Ata kori të vinë me! Ata kori të vinë me! Zënjusha Balandri nuk është fort e kënaqur nga ju për herën që shkoi. Tregoni të sjellshëm dhe mos e mërzisni. Aq më tepër që zënjusha i do shumë fëmijët, në mënyrë të veçantë juve që jeni jetim. Ankesa mos të ketë më. Kush të bëj zhurmë të dënohet. Stella, mund të filloni. Kur të marroni dalim bashkë, pres. Grazie Luigi. Ciao. Ciao. Gati? Ju lutem juve. Hop. 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 Hop
Gjaloni, Urdhëro. ma bëj të lutem pak brum të ho. Po. Zoti Stavri, po shpërdoroni bukën. Edhe ju mielin. Për punë të shkollës e duan. Edhe unë shkatësoj fëmijët. E pe atë cirkun italian? Jo, nuk e kam parë. Na prishi lojën, më hoqi riskun. Mirë bëri që e prishi. Ke i nati se si i zotit ka pshasin. Qenve u i dhe të buka ashtu, unë s'jam qenë. Kujt i thu qenti? Nuk thash ashtu. Më the, po qenje vetë, bash ma të. Ty po them, vazhdo. Jo, Jo. Po me. Je vedi 5 të mira. 1 2 të mira thash. 3 4 5. Ja kështu. Desh të rrjesh? Ja urat. Ti joni këtu. Unë dua vetëm rregull dhe disiplinë. Ti këput qafën. Kurse ty ta tregoj unë atë Joan tashti. Aty. Aty. Ashtu. Jace. Jace. Edhe ju, po në gjithmonë marrit. Gjuna jetimet. Miru pafshim. Ty një atje ka zoti drejtor? Zojmë shumë, zojmë. Përshëndetje bamirësen. Faleminderit. Sigurisht që gazeta do të ketë mirësinë të përmend gjestin tuaj. Ne nuk do të harrojmë të informojmë. Ne na dhimbson fëmijët. Nuk dyshojmë as pak, zonjë. Im shoq ju dërgon të fala. Transmetoni mirënjohjen time të thellë. Faleminderit. Miru pafshim. Pafshim, zonjë. Mirëmjes. Mirëmjes. Kam marrë të marr Jaçën. Jaçë Malon, me qenë se është dhe fest. Është ai që dënuar pardje për raje. A, po. Nuk mund ta merrni, është dënuar. Po mos i ka rënë gjë një qafë, zoti drejtor. A, kështu nuk ndërreqim gjë djalosh. Ju duhet ta qortoni. Po fëmijën ata. Jo djalosh. Ne shohim tek ata të ardhmen e Shqipërisë. Dhe kësaj të ardhmen ne po i vëmë themelin në një kohë. Unë jam punëtor i thjeshtë. Kërish se je punëtor i thjeshtë. Zoti drejtor, unë do ta qortoj. Dënimin e mori. Dhe në dëshkohet akoma më rënd po ta përsëris, më tej dhe do ta flakim. Ka plot fatkeqi na lutem për t'i pranuar. Mirë se vini zonjë. Si gjithmonë nuk harron. Si mund të harrojmë zoti drejtor? Përshëndetje bamirësen. Sa djali mirë. Besojmë se gazeta do të ketë mirësinë të përmend gjestin tuaj. Ne nuk do të harrojmë të informojmë. Çfarë do të thonë zoti drejtor? Miru pafshim zonjë. Miru pafshim. Po? Kështu djalosh.
Vetë më këmbë si mbretit kur vizitoi institucionin tonë, shprehu konsideratën e tij të lartë për punën tonë të lavdërueshme. Sigurisht që ky është një nder i madh për ne. Ne do t'i ruajmë fëmijët nga mendimet turbulluese, dhe do të kultivojmë tek ata idetë ndritura të fashizmit, pa të cilat s'mund kenë të ardhmë me as këta fatkeq. Për mua qyteti është i infektuar dhe fëmijët duhen mbrojtur. Disiplina e fortë është garanci, pra qortoni nëse Zoti drejtor. Zoti drejtor. Çfarë do? Ja ti marrë edhe unë këta të tre. Zotrin të marrin nga një kurse ti tre, s'ke bukë për vete. Gëzohen. Mirë, merr. Meri po duli në orar, mos kemi fjalë. Pse zihesh me shokët ti, ha? Nuk isha faj. Ai më shoha dhe më qelloi. Ja pyeti gjithë po desha. Si tham herën tjetër. Nuk i mjafton kujdestari? Pa isha edhe mësuesi më liu. Shumë keq ka bërë. Ju dënuan? Ishe? Më bëre që dëgjoj dhe dënglat ati fashistit. Qerosa! Qerosa! Hajtë mërt! Shporën ju! Qerosa e një vetë! Nuk më the për atë burri. Nuk ka ardhur. Lio, a të them dhe shokve? Më pyesin se ç'keti qerin drejtare. Si t'u them? Mirë thuaj, veç ki kujdes se këto punë me rëndësi, prandaj Ç'keti? më vurën hallë me nënën. Nuk di që them. Të kujtoj mos si e smura, mos ka ndonë ndonjë gjë. Nderimet e mia, zonjë. Strec. A ju kujtohet ai buri që vjen natën te drejtori? Po. Më ka thënë Aliu që ta ruajmë. Prandaj rrinje ti në dritare. Po shpirta nësa është spion. Kush e ti që thot drejtorit? Na pas kanë filluar yçin këta. Ja, ç'ke? Na përqen. Na zhvillon mendjen. E se na shkrivet. Do të pajtohet, prandaj flet. Po mirë pajtohet. Do pajtohen, se më tha dhe Aliu. Të tha Aliu ty. Po ne gjithë kemi shok. Ashtu dhe. Mja. Ik të. Bëllë derën. Ti kanë mjaft, ik pra? Hajde, është mjaft, ti. O tiri, shpejto! Shpejto më me vra, shpejto! Diqo, është ai që... Antonio! Hyra bardo! Hyra kuqo! Urnoni misteri, shishke papi qofte, urnoni! Oja, se lo stai veqej! Urnoni misteri, urnoni! Më mbani se po bie. Po që bëni, më lumë, që bëni? Hajde.
Sa të bëj unë hesapin, aty prisni, mos u largoni, dëgjuat? Mirë. Hajde, pik, hajde, pik. A më ja që pajtoni. Le të flasi veti parë. Mira i të afroni. Bardhi pajtoni. Nuk du për ikane. Amin. U pajtuat! Ama plase për të folur. Unë plase, ti plase. Dhe ato shkutat e kujdestaris t'i jaroj. Pa shti bëja unë, si shti bëja. Mos qëllore. Do të fuste dhe t'u mbo drumë si m'futi mua. Unë e madhe. Buk më furë shokët. Gjithë ty që. Kush e pa kriminalin? Unë nuk e di zot oficer. Mund ta kenë para ta, kanë një copë herat. Mirë, mos u largo, merr një copë të bardhë dhe mbuloje viktimën. Kush ishte? E njihni? Ne jemi tjetimorës, nuk njohim njeri. Po ta shihni, e njihni. Zot oficer, ta jam me mua, zot oficer. Jam ekonomati jetimores. Ti e pe kriminalin? Jo, zot oficer, unë isha në dyqan, kam sedhur poshtë vjetra. Po çmë të dërdullit atëre. E ti, merri çojmë kostum. Ju tash, si do ta bëj furnizimin unë tani? Mos u largoni ju tash. Pa buku do t'u le. Mi jep emrat atyre që ishin berberhan. Zoti Litojova. E? Zoti Kuestor, ata që ishin berberani sot, si edhe dy punëtorë të bashkisë, një tjetër ka ardhur vetë. Të paresin. Si jërsi? Luigi, mund t'i marrësh. Po t'jetë nevojë të rasim prapë. Ju faleminderit. Dilni. Sandro, keq, shumë keq. Po të vazhdoj kështu, një ditë do të mbaj kurorën për ty. Ose unë për ty, Luigi. Ciao, Sandro. Ciao. Të parin atë që ka ardhur vetë. Si jërsi? Fischia il sasso, il nome squilla, e i ragazzi di... Po ju po ishit? Ishim me drejtorin.
Ju lutem? Edhe një da kapo? 3, 4. Fischia il sasso, il nome squilla. Mjaft. Ju lutem fëmijë, vëmendjen këtu tek duart e mia dhe mos bisedoni me njëri tjetrin. Por kush bën zhurmë aty? Ha? Gati? Fischia. 3, 4. Fischia il Në mashkullora, e foli gjergjizime e goja. O Loni! O zëra, mbyllet e shkretën te. Aha, mirë. Qësi ju atje? Vëmendjen fëmijë, edhe një herë nga fillimi. 3, 4. Unë kisha frikë mos thoshë gjetomi, por hiq, e luajti shumë mirë pjesa. Lëre gjvarë kur si shi dhe ju. Fillim u trëmbëm se na erdhi papritur, por pastaj, hiq. Të gjithë me dhe gjë, vetëm ne. Unë them ti punojmë dhe një gjë kujdestarit. Ai është më i keqi. Kini për të parë të gjithë do të kënaqen. Fischia il sasso, il nome squilla. E i ragazzi di Portoria e gli inglesi di Vanilla. S'marin vesh ndryshe këta dëmosh. Ju lutem fëmijë, vëmendjen këtu. Edhe një herë nga fillimi. 3, 4. Terapore në mashkullora, e foli E pa mundër të bashoj. E pa mundër të bashoj, e pa mundër. O Loni! Mos i ka njështë. Nuk ka Mos i ka. Voleni djem të mi të shkojnë. O Loni! O Loni! Po shna bërë me Loni? Luigi, pasati angre një ditë mira se. Ama që kishte një dorë të rënda i surrat patatja. Po se mërdi të ta gjitha i. Mund që kokot, nuk vjena i posti drejtori. Hajtë bjem, që t'i zërë gjumë i shpejt. Ku e ke spangur? Në një stëk. Jo, blej dritën së të frene! Qeq kjo dolap. Mon takon me liqë. Ti që që më fëtun pashtu? Po, drejtorit, ekonomatit i takone? Si kam parë një herë të hanë këtu ata? A, stavri me defter. Gjitha ato që nuk i hajnë fëmit ata i fusin në gjep. Pale më shqitet edhe patriot. Jam para të qeveris Loni. Po, nga të tjerat nuk fitojnë, thua? Nga ropët, nga këpucët. More nga sapuni fitojnë. E kush i kontrolo? Janë një ti me Gjafer, nuk bën. Nga një anë bën me dru. Hiqë dhe bukën nga nga tjetër. Po sa është ajo shkretnar? Ja, ka që është. Janë dhe maskarenja ma. Pastaj, drurin e do kjo milet, ndryshe t'i për në qafë. Merë vesh një rio dhe me të mira. Merë dhe nuk merë. Sa për punën e stavrit, ti me hamën djeke. S'ke pargje. Loni, punën e kemi të mirë, drejtorin të mirë e kemi. Kjo Italia punë regulonë sa. Hajde, do vishte punë një gotë. Ja. Natë e mirë. Natë e mirë. Do vishte mbyllu i dhe? Jo. Ti higje sa, pastaj të dalë. Gjumë qafjera! Do t'i duket përëndia kungull.
Moje bandilja, moje dziewsi, moje wsi, no daja kana. Daja lede moje ko bandi lede jole. Qafira. Mua? Kokën tam për të shtypur. Do me thënë nuk doni të tregoni, ha? Për këtë dyshon. Po flisni more djem, se në lodhët. Një dru i shtrembër është ai. Flisni se keni për të ngrënë dhe bukë, vajti ore mësimit. Të shkret nëse na plasë. Merë një vesh apo nuk merë një vesh? Ne të veshim. Të mbathim. Të ushqejm. Të japim dhe dije dhe ju të na idhin nga shkallët? Mirë atëre. S'ka buk deri sa tregoni. Pa jashta! Fori! Fori mas kalzoni! Fori tutti! Fori di qui! Fori! Fori! Parabuti! Fori! Fori tutti! Fori!
Po që kam bërë, more Resulta. Përse më sakatuat kështu? Jo, unë zoti kujdestar. E di, more Vire, e di. E ke qenë gjithmonë i urtë. Po kush më hodhi mua? Nuk e di zoti kujdestar. Po pse ta psojnë të gjithë për shkak të njerit? Pa më thuaj, kush më hodhi? Nuk e di zoti kujdestar. E di çfarë s'u lë? Po mendohu një herë, dhe kur të dalësh nga shkolla, hajde më thuaj mua. Po unë... Po mendohu një herë, mendohu. Lanim, urdhë. Për nesër nuk do të kesh furnizim, do konsumosh të sotmet. Drekën e fillave? Ja. Në rregull. Atëherë dëgjoj. Para 3 ditësh 5 fëmijë u dënuan pa drek. Plus 2 të djeshmit, 7. Shtojmë edhe 20. Bëhemi kështu, mos. Ç'janë më këto dënime? A keni zemër ju apo nuk keni? Këto mos mi thuaj, mua unë defterin kam. Shtojmë edhe 20 drekat e fëmijëve që morën pasanikë për sevap, 27. Në furnizimi për pas nesër, këto të zbriten. Në rregull? Në rregull, në rregull. Zoti Stavri, po sikur ti hajnë fëmijët, racioni i tyre është. Pastaj ti në i fitim nuk ke. Vërtet unë s'kam, por ka qeveria. Është luk, Loni, jemi apo si jemi patriot? Mirë thua. Më doli nga mendja. Më duket se e bën vetes. Hiç nuk e bën. Ke për të parë se të bëhet kujdestari. Pun. Ky është aksion. Në aksion mund të vritesh. Ne nuk në vrasin, në lëm pa bukë. Më të vegli ty në mend. Haj. Meral. Jo kështu, jo rëmuj, Meral, jo ti ke vetë në lëkur ti pari ti. Ti s'qap. Këpër qatë në ndej. Ty aty, api rrugën ti. Ti, nga dalë tham, nga dalë. Jo kështu, me radhë, kujdes. Ashtu, ti. Zoti Gjafer, jepu të gjithet. Janë jetim të shkretët, gjyna. Po më i punën tënde ti. S'kan hedhur ty nga shkallët. Kur të të hedhin ty, atëherë la fosimin. Ti këtu, api rrugën edhe ti. Ashtu. Jo të tjerë ngrohën në diell. Haj. E ne për i natë, halozi me to. Hajde. Shtiti me bardhin. Teka qitë. Tek, qitë, 1, 2, 3, qitë, mjatë gonfi. Tomi, Beni, Leno, Lesi, Gjergji. Le të fute ti i vend tim. Hajde, bëni porë, dhe më jetë topin e. Elio. S'kemi? Hiq. Nuk do bësh një gjira? Shke kështu ti sot? Vritet spion të rrezikshëm, po kur urdhëron partia më? Po i spion është. Mirë, po kanë si rak të punë. Ti e komunist. Ku i ke revolin? Cilën revolin? Ama të që vave italianin. Kush e thoti këtë? Të pash vetë. Jam kalove mu këtu. Ne na morën në questor, po na... Ise s'të kam shumë. Hajtë se të kam unë. Shikoj, aman. Ma scherzone! Ti faccio io vedere! Buona butto! Lio, bëm dhe në një aksion. Pa? Rëzuam kujdestarin nga shkallët. Bëri alamet zhume, po vetë në dorën vra. Kujdestarin? I lidhëm një spangot e shkallët. E pas keni dëmtuar rënd fashizmi? Ama pse ta është i hyrë që kere volet tjede. Pritore,
Po sikur të kishte hyrë qafën. Po në atë deshëm. Jo, ora. Pse si kujton ti di në rrugë dhe veshje? Ne për këtë në lanë tërë ditën pa ngrënë. Nëse desh harova fare. Nuk të thash për këtë. Mirë, mirë. Do ta hap pastaj. Po mërzite? Ne deshëm të bënim ndonjë gjë si ty më ljo. Po ju detyrat e kishit, apo keni haruar fare? Nuk ka ardhur. Vazhdimisht do i mëroj. Megjithatë ju lumt, se këto punë duan guxim. Po për çdo gjë të re duhet të pyesni. Mora vesh? Ashtu. Duhet disiplinë. Çka s'pëlqen? Na i thot kujdesari për ditë këto fjalë. E po I hyre kot kësaj pune. Më mirë kisha thënë kuestur se kriminali është alihim, kom shiu I. Mirë them. Mbyllë. Kështu si them unë. Mbyllë se të hodha pap. Ri aty se e pa ngrënë, s'ka fuqi. Italiano. Mascalzone! Me ne ricorderai per tutta la vita! Mascalzone! Po ti, pse ke frikë më mirë? Ha? Po nuk di gjë zoti kujdestar. Për shtëpinë e nënës nuk di gjë. S'kam parë. Mirë. Dëgjoj. Ti nuk je as një ata. Apo do ta hash një herë? Ha? Uli. Merë. Po nuk di gjë zoti kujdestar. Do më thënë më bën mirë mo ta që më hodhën, ha? Po zoti, jo zoti kujdestar. Mirë, Zula. Ja zëmë se ti nuk di gjë. Mirë. Po ti mund ta marrësh vesh ama. Ha? Si thua? Po ata nuk më thonë mua zoti kujdestar. Po të nxirrua me marifet atyre. Bie fjala ju thua kështu, mirë kam kujdestarit. I lumt atij gjallë. Pastaj ja afrohesh një herë. Ja afrohesh tjetrit, mban vesh dëgjon atë që tonë vjen mi thua mua. Hajde. Ha. Nuk marr. Jam I sëmur. Po mirë, kur të marrë uria, hajde. Shko të shti dhe bëj ashtu së të shumë. Ti do kujdestarin tënd apo jo? Nuk ka thënë, por mu se bëhet si kur të vdet. Qarë zë? E nëse të doli në nëmë kujdestarë. Në thua ishte ka bërë kujdestarë. Jo, mund të bë së fion shokve. Të marrë vesh kush e odhe, t'ja them ati. A i si unë është venë, sa në poshtë. Aq mirë ja bëm qenit, kur s'te u kokën. Mjaftë, mos qarë. Mjaftë mos u bëj qëra mon. Me dhëti, ma I nuk e ka vjove. Me ka mua. Let me kapin, e nuk din gjë. Basa është zhuar vete do ta nxjerri natin tek ne. Nuk është zhuar. Po e di ti. E di. Unë e pash kush doli mbron. Po nuk tregon. Dhe kush tregon është I poshtër ke spion. Në spion nuk bën. Le të më raj, le të më bëj ç'të doj. Po traj sulën e ja punoj më keq. Oj, të punuar!
bën, zotri state. Kujdestar, surat patate, mirë ta bën. Zotri state, 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 kujdestar, surat patate, mirë ta bën. Kujdestari! Ore, s'kide. Flini, ju dalë si në ëndër gjithë pasanikësh. Nuk doni të flisni, e? Mirë atëre. Edhe për sot nuk ka bukë. Preta! Pepe? Si të zëtrote? Mundoha, hiç nuk tregojnë. Dëgjoj këtu. Lodrat me mua lëri se të marrë shpirtin edhe pse po t'jap afat deri në darkë. Të ngrihesh ka shtatit dyqet më thuash. Edhe shiko se nxjerrin gjysmë fjalë ta kupos qafën si të zogut. Edhe mbush. Ha bene, ke mësuar apo jo? Kariken! Një ka duj. Kam kauria. Si e tani? Kemi 2 ditë pa ngrënë zotë mësues. Na kanë dënuar për punë të kujdestarit. Fëmijët kanë 2 ditë pa bukë. Pastaj? Ti qosh deri aty sa të bjerë të pikën nga uria është krim. Meritoj? Këto janë metodat njerëzore. A e dini se ç'kan bërë? E di. Bukur. Në vend që ti qortoni po i mbroni? I qortova. Si kujtoni një lodër fëmish? Jo. Një atentat. Edhe për mendimin tim jo rastisht. Çfarë doni toni me këtë? Duhet të them se ju shpesh i merrni në mbrojtje duke u vënë kundërshtim me urdhrat tona. Kur urdhrat shkelin parimet elementare të humanizmit është e drejta ime ti kundërshtoj. Kurse sa për atentatit duhet jeni shumë drejt shkurtër që të bëni të tilla lidhje. Unë nuk merrem me aventura kalamajsh. Me se merreni ju dritë gjatët? Ju ndihmoj juve që të prapni qytetërimin që zë fill nga Roma. Ironi me idealin tonë! Përgjigja pyetjes tuaj. Po hani, e? I bët mirë. Hani, hani. Shti bëj drejtorit unë kjesh zemër mirë. Hani, hani. Kujtoni se shkëtuat ju, e? Do t'a gjejun atë se s'bën. Nga fundi i dheu do të nxjerr.
Mua të më jeni nga shkallët dhe ju dini palagur, e? Jo. Do të nxjerrun atë se s'bën. Po hani. Hani. Ti do të kujt. Këto nuk kanë më dhaq vlerë. Ky është ai që fshihet në pseudonim Lisi, emrin e kemi pas. E sigurt? Po. Kjo po. Të interesohesh për Luan Sinën. E kam mësues këtu. Po duhet të di që për një shkollës. Si fytyrë e njoh, por në lokalin tim nuk ka ardhur. Dakord. I ndani sipas meritave të secilit. Do t'i kemi parasysh. Natën e mirë. Natën e mirë. Pse budalla e ti të shkosh vetë? Do më kapi prap nesër, si ti them. Asgjë. Mëzuri gjumi thuaj. Shumë mirë thot Bardhi, mëzuri gjumi dhe pikë. Që mu i qepë mua ky që. Po si kur shkoj? Frega cak. Hiq më shko futja i gjumit aty. Se nuk erë këti. Zori gjumi. Të zori gjumi, ha? Ko që më mundon, më nuk digje, asë njëri nuk digje. Dullë koj, dullë! Bëjshke për të bërë, unë nuk digje. Po, të bëjë qëfar kam të bërë, e? Po qëfar duhet të bëjë ju, unë thua ti? Ja, si kur të këpët të qapën e të jetë poshtë në këto shkalla, ashtu si që më hodhët ju më. Zotë kujdestar, shama? Dullë, atëre kush më hodhi? Po nuk digje, zotë kujdestar. Në qarë ti po tale? U bërë ti që të talesh me mua, ta tregoj unë ty. Unë nuk talem, zotë kujdestar. Ta tregoj unë ty, jeni marrë ishte qimë, e të ja bëm kujdestarit jo, unë ju varë gjithë natën në kohë poshtë të Ama, zotë kujdestar. Asa, as të tërmanë. Këto se të mora shpirtin.
këtu. S'ke kush konë qenë pilqeni, jo. Këtu do vish, këtu. Nuk di një sula, zoti kujdestar. Mbyllë dritare mërti aty. Ka të mundon, shke me të. Mos u bëni me rakë se do vidhe aty. Spion! O spion! Fashist! Spion! 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 Erdi! Dikis erdi! Ti vem krevatin djerës! Hajde! Hajde! Jepi sot! Hajde sot! Më falë Luigi që të shqetësova. Urdhoni? Këtej. Ky është nga të mitë. Po. Si është e mundur? Po, patrulla I ka thirrur, ky nuk ka qëndruar. Çka dashun rrugë? Nuk e dim. Hajde të gjojë nesër Miletin. Vrasin fëmijët e pafajshëm, jetimet e gjatë. Kujdestarin e thirrët? Po, e thirrëm. As që kisha ndërmend të arrinja, zoti kuestor. Desha vetëm ta friksoje që të tregonte për atë punën time. Zoti drejtore e dikte. Mirë pa I iku. Unë I thira, bile ju luta. Mirë pa I nuk ndaloj doli në rrugë. Aty pastaj patrulla. Unë vetëm krisma të jove, nuk pa zhje. Kujtja mirë të menja, more zoti kuestor. Gjëna, jetim. Patrulla, zoti kuestor. Të gjithë fëmijët e pan nga dritarit. Po edhe patrulla çfarë ka, more zoti kuestor? Ai ju iku nga duar dhe ju e ndoqët ta kapit, apo jo? Jo, unë I thira, po ai nuk ndaloi. Nga doli në rrugë? Nga dera, ishte hapur. Apo ishte mbyllur dhe ka përseu nga muri? Jo, ishte hapur, zoti kuestor. Mirë. Pritni për jashta. Ha, Luigi, si thua? Përse duhet të përgjigjemi ne për të gjitha? Edhe e di që patrulla bëri detyrën, por ama nuk pranon që është shkaktari vërtet I krimit. Ai është kriminali. Ai është vrasësi vërtet. Çyn patrulla këtu? Patrulla bëri detyrën, duhet ta përgëzojmë për këtë. Përpara se komunistët ngrenë opinionin kundër nesh, ta ngrem ne kundër këtij vrasi se kështu është e vërteta dhe nuk po gënjem as pak nëse bëjmë këtë, apo jo? Zoti doktor. Mirë, thirreni. Si është? Akuzoheni për vrasjen e një fëmije të pafajshëm. Zoti kuestor. Prit.
Ju si një kriminal ordiner e keni ndjekur fëmijën dhe i përshpëtuar nga duart tuaja është njitur në mur dhe ka rënë me kokë në anën tjetër. Kjo goditje i ka shkaktuar vdekjen. Ekspertiza mjekësore e vërteton këtë. Zoti kuestor, po të e vrau patrulla, e pani dhe fëmijët. Zoti drejtor, përse nuk flisni? Jo, në trupin e fëmijës nuk ka asnjë shenjë plumi. Merreni. Zoti drejtor, unë nuk kam asnjë faj, po e pash me sytë e mi kur doli nga dera mbasi nuk e kisha mbyllur akoma. Ju e dini si u solma ata me mua. Unë kisha të drejtë kërkoja, ju vetëm keni ngarkuar të jetoj. Zoti drejtor, përse e bëni këtë? Ju lutem shumë, zoti drejtor. Le të rri sa kohë brenda. Tipa të tillë na duan shumë. Bile kështu bëhen dhe më të vlefshëm. Menjëherë tipet njoftim shtypit mi vrasin e bërë nga ky person. Si. Duke se kështu jemi në rregull. Apo jo? Ju faleminderit. Hajde, gazeta me lajme të reja, preni gazetën me lajme të reja. Një kujtëtar kriminal arrestohet, Hajde, gazeta me lajme të reja. Hajde, gazeta, preni gazetën. Një kujtëtar kriminal. Dashur fëmijë, ne humbëm një djalë të mirë, të urtë, të sjellshëm. Humbëm një jetim që nesër do të bëhej një qytetar i denj. Të dashur fëmijë, jemi të detyruar të pranojmë disa gabime. Ne mendonim se u kishim vënë në krye një kujdestar edukator, por në të vërtetë u kishim lënë në dorën e një kriminali ordiner, inatçi dhe hakmarrës, i cili qëllimisht ka thyer urdhrat tona për të na armiqësuar me ju. Ky gabim u ndreq, por u desh gjaku i pastërt i shokut tuaj që zbuloi natyra kriminale e ish kujdestarit. Fashizmi nuk duron pa drejtësi, sepse është rendi i themeluar mbi drejtësi. Prandaj të keni bindjen se çdo gjë do të ecë mirë më tej. Të keni besim tek ne dhe të jeni mirënjohës, se përpjekjet tona as kanë munguar, as do të mungojnë që jeta juaj të bëhet më e bukur. Vetë ky institucion, kjo strehë vërfnore, është shprehje e kujdesit sinqert ndaj jush. Ju keni qenë vetë dëshmitar të asaj që ndodhi sonte, kur ai i jetur për krim mendoqi sulën e gjor, derisa ai përshpëtuar nga duart e tij, u rrëzua nga muri dhe humbi jetën. Dëgjuam Krisma. Kush foli? Kush foli? Kush ka dëgjuar Krisma? Ti? 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 Apo kush? Ja para që Krisma nuk ka patur. Edhe nëse ka patur, të nuk kanë qenë këtu, po diku larg. Sot jemi në luftë dhe krizmat janë të zakonshme. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Oh, che sorpresa. Buongiorno, signorina. Stella, e lexove gazetën sot? Luigi, unë s'kam kohë të lexoj gazeta. Fillo me njëherë, të lutem. Sot duhet zhurmë, hare e gëzim. Kështu është puna, të tregoj pastaj. Korri të filloj nga prova, të tjerë të luajnë në obor. Zoti Stavri kujdesu pak. Stella, fillo të lutem. Ata të korit, qëndrojnë të tjerë, dalin për jashta. Gapi? Ce ne frega? 3, 4. Ce ne frega?
Na këndojt. Shporru! Çfarë? Po është fashizmi. Blidi more mend se do vi drejtori, ç'bëni kështu more? Let vi, si duam këtë këngë. Na kam vrarë shokun. Amani more. S'duam. Amani more djem, amani se do Nuk më shoh puna more. Nuk duam. Ku e lam e ku na mbeti, vaj vatan e mirë mileti, anës detit i palar, anës dritës i papar, pranë sofrës i pangrën, Anës dritës i papar, pranë sofrës i pangrën, pranë dijes i panzën, la kurishi dhe i dregosur, trup e shpirt i sakatosur. Se që pren, se që vran, që shkretuon në anë e mban, në thundrën e përdhunës, anës vjosës, anës bunës. Po një zë vëngon nga lumi, më buqet, më zgjon nga gjumi, se Mileti po gatitet, se Tirani lebetitet, se pëlqet, kërcet fortuna, fryet vjosa, derdhet buna, skuqet semani dhe drini, dridhet behu dhe zëngjini, se pas vdekjes ndriti jeta dhe kudo që mon trumpeta, ngreuni dhe bjeruni, korrini dhe shtypini, katunare punëtor, që nga Shkodra, gjërë vlorë. Ata e marrin në përkëmbë. I mohojnë fisin dhe origjinën, gjuhën dhe bukën e gojës. E shtyjnë, e pështyjnë, i marrin derin. Kush do ta shpëtoj? Veten do të shpëtoj. Do të thot bive më të mirë, vijuni në ballë. Ja dhe zëmërimi im në dorën tuaj si shpat, ti dalim banë kësaj pune. Dhe nga këtë qast, populli s'është më jetim. Dhe ju, nuk jeni më jetim. Për ju si për gjithë popullin vuan dhe punon një nën që e keni gjithmonë pranë. Ta dini, kur ju lecohet një dhëmbje, kur ju thon një fjalë të mirë është ajo aty. Dëgjoni fjalën e saj. Në mos dashje që të shtyjnë, të poshtërrojnë, të vrasin dhe të marrin nderin. Tomi. Nest. Shkom dhe në qindë. Hape që. Këto janë trakt. Fashistët duan të dalin të larë nga kjo histori, sepse kanë frikë nga populli. Po sulon ata e vranë. Dhe kujdestari vegle tyre është, sot e arrestuar nëse lirojnë pra po të duhet. Këto duhet i shpërndani sonde, me kujdesi më të madh. Aty flitet edhe për sulon. Kurse grupin, ta forsoni dhe të tregoj të zgjuar e trima. Zotë mësus, drejtori ka vënë një njeri t'ju spionoj. E pe spionin ti? E pash. Ju betohem me nderin tim se s'keni për të pësuar gjë.
Midis jush ka disa fëmijë të gënjur që kanë marrë nga një dorë kriminale këto fletushka dhe i kanë hedhur në jetimore. Këto fletushka që janë krejtësisht një shpifje dhe asgjë tjetër. Fëmijë, po i marrin në qafca gënjeshtar dhe aventurier. Ne këtu duhet jetojmë në paqe dhe ujdi. Tregoni, kush ua ka dhënë këto trakte? Unë dhe njerë po ju betohem se s'ka për të ndodhur asgjë. Ja. Me që keni frikë flisni, atëre shkruani një copë letër emrin atij që u ka dhënë traktet, edhe lëshoni për tokë. Për këtë po bëjmë dhe një pushim. Qartë? Për mua nuk ka pikë dyshimi. Traktet ua ka dhënë mësuesi juos. Të jesh pjesëtar i perandorisë fashiste të Romës, do të thotë për Shqipërinë të ndodhesh në atë aristokraci popujsh, që është gati të jap botës një mirëqenie të drejtë dhe njerëzore. Vetëm regjimi fashist mund ta bëjë Shqipërinë një komb kompakt dhe të përparuar. Denjë për fatet më të larta dhe të Zotin për objektivat që vetë historia i ka caktuar. Por në njëri nga ju nuk është dakord me këto që thamë, se ndryshe nuk shpjegohet futja fletushkave të kuqe në jetimore. Zotërinj, me keqardhje duhet u them se ato fletushka i ka futur këtu njëri nga ju. Nuk është e mundur. Zoti drejtor, këtu jemi në mbledhjen e Këshillit Pedagogjik, jo në mbledhjen e Partisë Fashiste, as në kuestur. Prandaj mos u merrni me supozime dhe akuza të kota, po shtroni çështjet që takojnë Këshillit Pedagogjik. Zoti Leone. Luan. Zoti Luan. Atëherë mund të më thoni si kanë hyrë fletushkat në jetimore? Nuk e di. Unë mendoj ju më mirë se kushdo tjetër duhet ta dini. Unë u akuzoj. Zoti drejtor, po shkelin normat e punës për një këshill pedagogjik. Në qoftë se një mësues i shkel këto norma në fshehtësi, përse drejtori nuk ka të drejtë i shkel ato hapur? A nuk është më e ndershme? Ju s'keni fakte. Ju e mbështesni akuzën mbi supozime? Akuzën e mbështes mbi bindjen time të plot. Unë jam fashist. Në qoftë se ju bëni akuzë të mbështetur në bindjet tuaja, unë po ju bëj akuzë të mbështetur në fakte. Ju vepini gjakun e fëmijëve. Praktikoni dënimin në mas pa bukë dhe fusini në xhep parat. Kështu që unë s'kam si të besoj në drejtsinë tuaj fashiste. Shpifje! Shpifje që ka për qëllim të godas partinë time dhe autoritetin e besimit që ka jo në popull. Shfletojmë dokumentat përkatëse. Pyesim edhe fëmijët. Ja, këto janë argumenta. Ka edhe të tjera po doni. Zotërinj, nderin tim do ta mbroj deri në fund. Kjo nuk është një çështje ordinare, por një çështje politike. Jam koshient se jetojmë në një kohë të vështirë dhe të kush faqem papandehur dhe dëmtojmë punën tonë. I vetmi shpëtim është ndëshkimi tërmuz dhe kategorik ashtu siç na porosit biri ulkonjës Kapitolit. Unë protestoj kundër kësaj farse që zoti drejtor papritur na serviri sot këtu. Dyshimet dhe bindjet le t'i mbaj për vete. E përsëris. Jemi në mbledhjen e Këshillit Pedagogjik dhe jo në mbledhjen e Partisë Fashiste. U lutem kolegëve të mbajnë qendrim. Më duket se Luani ka të drejtë. Ne jemi mësues dhe kemi detyrat tona. Spostimi i çështjes nga ana e zotit drejtor si dhe toni që ta mbledhis më duken pa vend. Bukur zotëri. Je kuptova. As si mendoj të zgjidhet kjo çështje këtu, nuk është në kompetencat tuaja. Zoti Luan Sina, jeni pezulluar nga puna. Qysh nesër do të kërkoj pushimin tuaj.
Ti. Edhe ti. Për jashtë, për gjithmonë! Për jashtë! S'ka më mbush kupa! Jashtë! Rrugaç! Let's come on! Mos pinjos! Vagabond! Kriminal! Mos të shohë më këtu! Atje në rrugë zvarite një skryma! Këtë meritoni ju! Bandit jashtë! The bastard! Si qenë ndajnë në rrugëve! Vasës do bëni! Në bëgë të përfundonit gjithë! Kjo është Partia Komuniste Shqiptare. Është ajo nën për të cilën ju kam folur. Partia e njësitit tonë i ngarkon një detyrë të re. Zhduken e agjenit të rrezikshëm. Në emër të popullit, ju dënojmë e vdekje.